Krasë është qasi njeri, s'munësh, ja hu këto është, e ka një orat qashu, s'munësh, shetë. Nice. Edhe besoj që njerës që e shofin do momente kështu mundën një jep një karakter me caktu diçka, po kur e njef, kur fol me to, kur janë din energjinë. Full dakord me ty. Unë jam njëri mirë. Alba ti je një gru që e shof në politikë për mi mbrojt femnat, mi mbrojt drejtat e femnat, se ki shumë argumente dhe mendoj që nëse që të energji që ki me shti një bised saktuar, mund është me arrit shumë largë. Se mund është me të drejtu ty forcën një vend të mirë, mund është me arrit shumë te, përse je inteligente, shumë. Edhe mos shko do vende që nuk mund është, nuk do kësh edhe mirë do vende. Shko që aty ku mund është me shku, kur i ki forcën edhe i të rgon publiku që ka je e vërtet, apo din? Qështu? Unë kam shumë gjyre. Pa falenderit e vlerësoj shumë. Hajde, të bia. Ti bia... Zë të darë gëlloj. Ti bia je pak animals, kështu, ki qefe të guqë ato, po edhe ti ki zemrën te për të mirë. Shifët e shef se cilin, edhe atit me Lindën, përshëndesim Lindën. Ke e pove që Linda ke keq, shkove, ju afrove, edhe mujte me qetsu, mja të regu sendet, edhe mandej një ditë mandej u përlove, po do me thonë, e ndim kër njeri shkon keq edhe mund është mja afru, se e ki një qështuat, empati te për të madhe. Falenderit. Ti Benita dhe ty të kom të regu, ti e ki zemrën te për të mirë, ta shte e do me bu karjerën tonë, do me bu sendin tonë, do me të regu vetën, që do me të regu vetën, po thëllësin, je qik te për e mirë, së mund dhe thonë kërkush tjetër. Falenderit. Bravo. Simon, ki Tibetit mje dukt. Super nice. A është pyte fundit? Jo, prit, e du me mbaru dhe na. Falim Që që falim dhe që unë e mbaru me ka. Mu më keni haru krejt në gjdo video. E mbaroj kërë, e qitë të burën. Tani do thotë që duhet njësë me lëndrimin. Për në loj, lëndrimin e shof një drama queen të lezeqëm, që ka nevoj shpia për t'il, se sa do kudo që bënë dramat e vogla, e kanë edhe lezetin e vetë në brënda, se je pak në gjyra. Ndërsa njët, shof që je një djallë që lufton shumë për të arrit një qëllim që e keti në kokë dhe e kuptoj që e ke një, dhe e kuptoj shumë që je mundu shumë, ke luftu shumë, ke derdh shumë mund, kanë trahtu shumë, edhe shof që akoma nuk e ndjen vete që je duke arrit pikën dhe po bën çdo gjë për të arrit, edhe më pëlqen kur ajo që ti ke. Është e vërtet? No comment, e vlerësoj shumë. Është e vërtet? E vlerësoj shumë. A është e vërtet? E vlerësoj shumë. Ta kam lexuar. E vlerësoj Për jashtëzakonisht Sasën, shumë. çka kam lexuar te Sasa? Se më rënqetet është edhe kultura, se ju a kam dhjetë gjithve. Te Sasa, çfarë lexoj unë? Përveç asaj që tha Geto, që është një femër që është bërë self-made, vetë. Po pse është Sasa self-made? Se edhe Sasa është sfidu me njët, Marca kanë kuptuar nga familja një rreth parë, nga anët shëndetësore, si që ke përmend ti, se kot nuk lidhen gjërat. Dhe edhe Sasa është një njeri që i ngacmoj shumë padrejtësit, por Sasa ka zgjedhur një rrugë që me i kriju shumë buroja vetes, për mos me leju më padrejtësinë që ndodh në botë, me i hy edhe me i depërtu. She's not impressed. Faleminderit. E ke kriju mburojën? E kuptoj që e ke kriju deri Faleminderit. Alba, vetëm një gjanë, lutëm. Alba, vetëm një sekundë. Është një gjanë pozitive, edhe tutëm mos lyp konfirmim, adem, thuaj atë që mendon. Po bibo kam të Jo, shikoj. Pyetja e fundit është ta kryej. Jo e di, po nëse lypim konfirmim, krijohet debat. Jo, edhe një është. Jo, jo është ajo. Cila është ajo fundit, Tanzana? Derisa ti shko dram, je tip shumë i gëzushëm, ke shumë alegri, po ke shumë pikpyetje në kokë që do me izbulu dhe është normalisht e drejta jote. Dhe normalisht je mos besues në shumë situatave, sepse kjo është natyra jote për qarë në jetë, që ti është kritik ndaj çdo gjëje, që të krijosh siguri në hapa që ti hedh. Okej. Kështu e shoh unë ty. Okej. Po je. Përveç pjesës që jeni gjithë njerëz me shpirt pastër, këtë nuk dua ta cektoj se e kanë gjithë. Toni. Oh yeah. Te Toni që kam vlerësu, është një pika e parë që është shumë vështirë. Jo shumë vështirë, e kanë gjithë, po formën që ka Toni nuk e kanë gjithë. Është një baba i shkëlqyer me fëmijët dhe në raport që ka me partnerin e vet, të arrish të kesh një raport aq të shëndetshëm, kur bëhet fjalë për ndarjen e një dashnie, se ndarja e një dashnie nuk vjen e lehtë, vjen me dhimbje. Dhe ju dhimbjen ta kanalizoni për hir të fëmisë,
që ta duroni dhimbje ndërkohë që e shihni njëri tjetrin, se ju ndërkohë që e shihni njëri tjetrin ju i kujtoni ata momente që Olba, çka keni falë, kaluar. mos këshyr falti. Unë e besoj këtë gjë të toni, se shumë rrallë njerëz mund ta realizojnë që dhimbjen që e kanë, që e ndjen akoma, ta përtypin për hir të fëmijëve dhe të mos munden fëmijëve të ju përcjellin energjinë negative të një raporti të keq mes prindërve, që fëmijët në të ardhmen të kenë besim në dashuri. Fakt. Dhe këtë e vlerësoj të ty. Faleminderit shumë. Ndërsa tek Edi, si e shoh Edin, edhe unë Edin e shoh një njeri shumë pozitiv, po e shoh pashtu Edin që është sfidu shumë, edhe unë kam ndjetë e Edi që është sfidu madje shumë edhe të shoqënia, dhe që njerëzit nuk ta kanë dhënë vlerësimin për atë që ti realisht je. Dhe e kuptoj që ti i çan gjërat vet, edhe je shumë i fuqishëm për t'i qarë gjërat vet. Prandaj edhe këtu siç kam thënë ndryshe, po e ndjej që ty në shumë momente shoqëni që ke pas nuk të kanë vlerësuar për forcën që ti kej, dhe madje ndoshta edhe mund ta kenë keq përdor. Nuk e di a është e vërtet, po këtë gjë e ndjej te ty. Dhe më pëlqen se prap i jep kurajo vetes, prap me kriju edhe shoqëni tjera, edhe me besu sadopak edhe te një njeri tjetër, edhe pse nuk e shfaq. Faleminderit. Ama je njeri i fuqishëm, dhe për moshën që ke nuk dallohesh, dukesh më i madh për moshën që ke. Faleminderit. Edhe unë mendoj që lumë ata, ajo shoqëni që të ka ty tani, me ta ditë vlerën se sa i fort je, se siç tha Getoari, kuptohet që ti je njeri i besës, kuptohet që ti je njeri i fort, dhe kuptohet që ti edhe për një shoqëni të pastërt e jep veten maksimum. Faleminderit. Jo më për familje, dhe për fëmijë, dhe për partnere që do kesh. Dhe kjo është shumë e madhe te një njeri. Që ta vlerësosh njeriu jo vetëm nga aspekti i gjakut, po edhe nga aspekti se si lidhesh me atë njeri, me pastërtinë e atij njeriu. Edi është shumë human. Për Geto, Geto, si që thash unë edhe që parë, Geto i ka gjithë pikat pozitive në çdo lloj drejtimi. Dhe çdo fjalë që unë do e shtoja, thjesht do ishte nën vlerësim çdo fjalë mirë që unë do thoja për ty, sepse nuk ka fjalë të përshkruaj mirësinë dhe balancimin tënd. Faleminderit. Te Bia. Me thuaj, it's okay. No. I never say she's bad. I never say she's bad. Fjalët e mira se si unë ja shpreh tjetrit, është se si unë e shoh tjetrin dhe si e ndjej tjetrin. S'kena çfarë bëjmë. Se unë këtu brenda e kam ndier njeriu si është për jashta dhe respektoj për atë se si e ndjej që është për jashta. Alba, s'ka nevojë të Tërheqta, kur vjen puna te ti tërheqta. Bien e kam kuptuar që ka shumë sfida në botë, kundrejt botë kuptimeve, dhe Bia e kam kuptuar që shumë rrallë njerëz e kam vlerësu Bien për realisht atë shpirt pastër që Bia është. Madje Bies edhe shumë njerëz mund t'ja ke thënë që ti ke sy të bukur edhe ti ke shpirt pastër, por në fund ditës prap janë mundu me jangull, po Bia është e fortë dhe nuk e lejon diçka të tillë, por thellë brenda vetes zhgënjehet deri diku. Dikush më ja përkthy? Or me to translate it to you? Me. I have seen in you that you are for real, very clear in what you say, but you have Absolutisht, ka been... nevoj. Po. Jena gjithë për një qëllim. Ka nevoj. ka nevoj, okay. We need Besoj që to, ka të yes. konfrontant. But I have seen that you have felt in your past until now so many moments. Failed. You felt. Oh. You have felt so many times, so many moments by so many people. They have said to you that you have clear eyes, clear spirit. But then again, those persons have tried to make you something bad, but tried because you're strong enough to show them their place. It is that life that have made you to react how you react, because it remembers you. But you have to give me the attention to be... Alba, ne të dua si kjo. Alba, kështu të dua. Attention. What the fuck? Oh my God. I love it.
Ndërsa Oh my God. te Benita dhe te Klodi, Edhe një, edhe dy. Shala pa kërë. edhe te Benita e shoh një zoj femër e cila tregohet ashtu siç është dhe ajo që e re po lufton për ëndrrën e vet, ashtu si shumë tjerë, pa ajo ka ardhe re në një botë që ka shumë paragjykime, se ne deri diku i kemi kaluar në një botë tjetër ata paragjykime. Dhe Benita, unë e kam bindjen e pati tërsueshme, këtu prap do të regohem prepotente, edhe pse Linda më shanë për këtë gjë. Unë e di që Bia ka për të na krenu me koncertet e veta dhe Benita dhe a nafton Benita, as nafton Benita, ne vetë kemi për t'i shku atje dhe kemi për t'i bë tifo Bugatti. Benitës te koncertet e veta. Ndërsa për Klodin, Klodi, Marca shohun është një djalë aq fin, aq elegant, po me atë finesën dhe elegancën e fuqishme. Super i zgjuar. Me hapa të guximshëm, me hapa të fuqishëm, dhe kjo rrjedh patjetër në bazë të zgjuarsisë që ai ka dhe në bazë të forcës që ai beson tek vetja, forcë që na e ka dhënë Zoti. Ja, po që Dhe fajtu Klodi- Albin. Edhe Klodi, unë sytë që i shoh të Klodit, unë ata sy e di që kam për t'i pa gjithandej në përbot. Hajde. Për Hajde. Zotin. Po kjo nuk bën kjo e mu që pa... Edhe beso që e ndjej. Falenderoj Për shumë. Zotin e ndjej. Falenderoj. Duart rokitje për ty e meriton. Seriozisht. Jo e meritoj unë, kjo duart rikitja është për ju, Jo, sepse e është meriton realiteti juaj. Qysh ti i përshkruve gjithë se cilin, Mua për edhe sinqeritetin. qysh kisha dashur në seriozisht me të pa ty si Alban loj. Unë jam në kisha ngjyra të dashur me ndryshme, pa unë si jem edhe kjo ajo Alba. budallja dhe fëmia Po prapë. jo si ajo jam edhe budallja kjo. me na carunjeva. Po ç'a me bë tash, me bë pak interesant. E kam çudu? Nuk di për ty. Bia. Ama e kam çudu. Ti më pëlqen. Prandaj dua të përmend edhe diçka tjetër. Ti fol shumë. Kam çift Momenti, Ka qita